Dhjetra mjete të tonazhit të rënd të ngarkuara me madhra nga Shqipëria drejt Kosovës dhe vendeve të rajonit e ditëve të fundit po përballen me pritje të gjata në hyrje të territorit kosovar përmes së pikës doganore të Vërmicës në kufirin Shqipëri-Kosovë. Kamionët mbeten të bllokuar në kolon për orë të tëra në pritje të kryerjes së procedurave doganore dhe të kontrollit në anën kosovare të kufirit. Situata, sipas drejtuesve të mjeteve, është kthyer tashmë në një problem të përditshëm, sidomos gjatë orëve me fluks më të lartë, ku numri i automjeteve që transportojnë madhra drejt Kosovës dhe më tej në vendet e rajonit rritet ndjeshëm. Pse kjo rradhë gjatë këtu për me hyrë në Kosovë? Se s'punojnë aty, ç'a, bëshoj. Çka është pyetje? Se 2 orë që duhem këtu. Ka di çka on pyetje? Pyetje doganier. A ndodh vazhdimisht kjo? Vazhdimisht. A ka të bëjë me sistemin e qysha teka? Jo, ma se di. A ka doganiera, jo? A ka, s'ka, ku me di? Që sa orë je këtu e? Që 2 orë. Tu prita? Po, valla. A ndodh shpesh jo, a? Për di. Pse është kjo rradhë tu për me hyrë në Kosovë? Vallaj shoki, s'pëdia, ndoshta s'ka sistem, ndoshta pak po hin para. Vjen e kalon këtë kolonën, e kalon për fundit vjen këtu, shkon kishë po hin skanera, diçka hin aty në ratën, aty e fut, që ai tasa, që shikohet. Tasa që hin para, edhe po punojnë ka dalë, nuk e di çka kanë pyetje, se një orë 30 minuta jam në kolonë që nuk i ka 300 metra ku se një orë gjyq. Çka i tu transportue? Ka cement kemë në fus, cement gri. A ndodh shpesh të pritjet në dogan këtu të Vërmicës? Po, ka, zakonisht për orës një në qysh bat, ama shumë herë punojnë me një trakë, me një lini punojnë, nuk i të shojnë 2. Ja s'ka policia, ja s'ka doganier, ja ne e këne. Zakonisht ka ora 2 i qelin 2-at, tani po bëhet kolonë e ma, ku po bëhet kolonë e ma, nuk mundet mi përbi shpet. Në qa përdi, qëto marru të prit, tani. Ndors, jam nga ku ndors, ku pritëm, në ora 7:40 ku më rrinjë atje, jam nis krej 11 ora. Në gërë. Qështu? Kolona e gjatë e mjeteve të tonazhit të rënd jo vetëm vështirëson lëvizjen në zonën kufitare, por krijon edhe pasiguri e shqetësim për drejtuesit të cilët përballen çdo ditë me të njëjtin problem në një nga pikat më të rëndësishme të qarkullimit të madrave mes Shqipërisë dhe Kosovës.